Këshilli Bashkiak në mbledhjen më të afërt pritet të miratojë pagat e reja për kryetarin e bashkisë, nënkryetarët, drejtorët, policinë bashkiake, inspektorët dhe punonjës të tjerë të shërbimit në këtë institucion. Indeksimi i pagave do të bëhet pas një mungese të gjatë që nga viti 2009, për arsye sipas Bashkisë së Tiranës se Këshilli Bashkiak është bllokuar vazhdimisht prej përplasjeve politike qeveri pushtet vendor. Me këtë indeksim, paga mujore e kryetarit të bashkisë propozohet të jetë 174.760 lek, 9.000 lek në muaj më shumë se ajo ish kryetarit Basha. Paga e nënkryetarit të bashkisë propozohet të jetë 140.000 lek. Paga maksimale e punonjësve të shërbimit në këtë institucion nuk do të jetë më shumë se 34.000 lek. Kryeinspektori i policisë bashkiake do të ketë një pagë mujore prej 86.850 lek. Sipas projekt vendimit të Bashkisë së Tiranës, aplikimi i pagave do të fillojë nga 1 tetori 2015 dhe efektet financiare të rritjes së pagave do të përballohen nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2015, buxhet i cili është 10 miliardë lek.